Rogerti fut në sherr Brikenën dhe Mateon. A i bëri sot disa provokime drejt Brikenës duke i thënë asaj se është shumë e bukur por fatkeqësisht ai është një bur i martuar. A i ka tentuar dhe ta provokoj atë më shumë mbi Mateon, por ajo vendosi të rri e qete të mos përfshihet shumë në debatet e tij. Je super grua e pavarur, i tha ai, mos u merr me Mateon, rri me mua. Me një shëndrim të prerë, Brikena i ka kërkuar Rogertit që të mos e diskutojë më këtë temë, por jo vetëm kaq, pasi ajo i ka bërë të qartë gjithashtu banorit që të mos i përmend as temën e finales. Ai i tha asaj se është shumë e bukur, e teksa qeshte ka shtuar që ajo është një njeri shumë i mirë. Ajo i tha se a ka mundësi që temën e Mateos mos ta hapësh. Se nuk kam qejf të bisedoj temën e Mateos me ty, e di qa bëj me Mateon. Mos më tregoti mua, i tha ajo. Sipas Rogertit, Brikena e ka strategji loje e ajo nuk ka pikë pëlqimi për banorin. Ai tha se Mateo është dhëndri tipik shqiptar që e do nusen si dhite egër. Nga ana tjetër, ai shton se Brikena është si ato nuset që do të martohet me zor. Nuk ka pikë pëlqimi Brikena për Mateon. Mos të lër nam kush e mendon atë gjë, tha ai. Nga ana tjetër, Mateo po rinte i ftohtë sot ndaj Brikenës. Ju si mendoni, a është një lojë apo duhet me të vërtet? Komentoni. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar, ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.